E vlerësojmë për kontributin në Partinë Socialiste, ndërkohë që Partia Socialiste e sotme ngjan me PS-n e tij aq sa ngjan Burgu i Bënçës dje me Burgun e Reçit sot, apo sa që ngjan Trëndafili Socialist me tulipanët ma vit të rilindjes. Ai shihte zgjedhjet si mjet për të dorëzuar pushtetin, ndërsa sot gjithçka bëhet që përmes zgjedhjeve të betonizohet pushteti, siç betonohen kullat e larta, ku asnjë gozhd në fasad nuk ngelet pa lejen e administratorit. Ai preferonte garë brenda partisë, ndërsa sot kutia e votimit në parti ngjan arkivolit mbi të cilin shkruhet vetëm një emër. E çmojnë për ndarjen e pushtetit me aleatët dhe vetë brenda PS-s, ndërkohë që sot i gjithë pushteti është në dorë të një njeriu dhe brenda partisë ndahen vetëm postimet në Instagram dhe Facebook. Ai donte të ishte president, por vetë PS e djeshmja dhe e sotmja i thanë nuk bëhet. Në qeverisja keq qeverisje gara mbetet e hapur. Sot fjalët më të sheqerosura dhe më të zjarrta për të i thanë pikërisht ata që e luftuan, e penguan, e denigruan dhe u denigruan prej tij. Një gjë është e sigurt, kur vdes, zbulon sa shumë të kanë dashur të gjithë ata që të kanë urryer.